Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma gjithëve. Faleminderit. Mirëmbrëma edhe për juve. Okej, po pres edhe pak qaste, pak sekonda. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe për ty. Përshëndetje buqe. Okej, shfrytëzojeni pak këta qaste derisa të kyçen edhe pak më shumë njerëz dhe ta tregoni prej nga jeni, prej nga po mendisni në këto momente. Pyetja e parë për juve, sepse e di se do të më bëni pyetje në VM për temën për cilën kam zgjedhur sot. E di se do të ketë shumë pyetje. Edhe ato pyetjet për cilat nuk dini se cilat do të jenë, thjesht do t'ju ndihmoj që të mendoni se çfarë pyetje të më bëni. Ta heka follow. Okej, hiqe, në rregull është. Në rregull është. Vazhdojmë me temën, për cilën kam zgjedhur me fol sot, në lidhje me të menduarit e tepërt. Okej. Atëherë shumë besoj që është një temë ose një preokupim, një dukuri që po shihet në vazhdimsi, edhe ka dhe që po dëgjani. Po m'bëhet qefi që njerëzit edhe po e pranojnë, ma në fund, jo vetëm në për seancat që trajtoj, jo vetëm në live-et që mboj dhe kam njerëz që më ndjekin. Mirë po e shoh kështu edhe në përditshmëri që është një pranim i njerëzve se po kam mendime të shumta, po kam shqetësime, mendja po më fluturon shumë, po më fantazon mendja shumë dhe po m'bëhet qefi që është një pranim dhe nuk po m'bëhet më fshehtësi, nuk është më tabu kjo lloj dukurie. Andaj sigurisht që secili po ma merr mendja që po e shen është si nevojë që ti paksoj këto mendime, të arri në një farë lloj forme se si të bëj një farë drejtimi, një farë strukturimi, një farë organizimi në atyre mendimeve, apo siç është shpreha ma e kapshme po besoj për njerëzit, menaxhimi i mendimeve. Arsyeja pse e titullova kështu këtë temë të sotit është që le të jetë ma e kapshme për juve, sigurisht, dhe që ta keni, domethënë, ta kuptani ma bukur se për çka po bëhet fjalë. Sepse ngaherë, siç e keni unë me ato shprehjet e mia i kam pak filozofike, e di, po profesioni po më bën asisoj që të rris kapacitetin të zgjeroj kapacitetin e vetdijes time dhe edhe të flas, të interpretoj edhe të pyes ndryshe njerëz dhe këtë nuk po e bëj për mendje mallësi, po këtë thjesht po i nxjerri mësimet që i kam marrë dhe po i hedhin dritë tek tjerë. Diku zon vend, diku nuk zon, po nuk e kam njët munal. Atëherë, tema për sot, për ju që hyjt tani në këto momente, është menaxhimi i mendimeve, siç po e shihni edhe në titull atje lart. A e ndini ndonjëherë veten të mbingarkum? Do kisha dashur me ju pyet unë juve një herë, të mbingarkum prej mendimeve, të shqetësuar prej gjithë atyre mendimeve të tepërta dhe thjesht ndjeni dhe të bllokum apo të mbingarkum, cila është ajo ndjenja që ju preokupon kur thjesht përballeni me këtë lloj dukurie, kisha me thujt. Kush do që ta merr fjalën, le ta japni një mendim vetin, jeni gjithmonë të hapur, edhe të pyesni edhe të shpreheni, sigurisht. Okej, po thot Melinda, po thot edhe Jeta. Shumë herë se ju ndonjëherë, okej? Shumë herë se ju ndonjëherë. I bie, unë du ta interpretoj apo i bie që është një dukuri, sigurisht. Mos harroni se edhe unë kam mendime tepërta. Okej? Bile se teproj ndonjëherë, sepse shikoni, mendimet tepërta nuk është vetëm ka aspekti negativ. Ta keni parasysh. Unë nganjëherë vloj prej mendimeve, vloj prej ideve dhe askë nuk më duket shumë e shëndetshme, sepse e shoh nevojshme që diku duhet
duhet, apo dua, apo e kam të nevojshme me shkarku gjithat informacion që po ma sjell mendja. Dhe për këtë arsye dhe e kam quajtur edhe temën mendimet të tepërta. Nuk kam cek sa janë pozitive apo negative, cilat janë më të mira, cilat janë më të këqija. Pra s'po bëjmë krahasimin këtu. Dhe mendimi i tepërt është sikur kur mendon shumë pozitiv, kur ki me dhonë diçka të bukur, sikur ka aspekti negativ. Pra, edhe nga kjo që po flas tani, do më thonë, kam mendimet tepërta, kam vlera për me dhonë sot, dhe kjo nuk është diçka e keqe. Apo vazhdoni të përgjigjeni, mendimet tepërta të mbysin fizikisht, psikikisht. Sigurisht, sepse kemi nevojë pra me e shkarkuat atë lloj energjie, sepse mendimet janë energji, e kemi të nevojshme me shkarku. Po, çështja është se vazhdimisht njerëzit e shoh si pyetje që ma bojnë si me i ndal mendimet. Si me i ndal mendimet negative, mendimet e tepërta. Unë kisha thonë me ndru këtë pyetje, ndoshta ti që po më dëgjon sot për herë të parë, me ndru këtë pyetje. Bëja pyetje vetës apo tjetrit, si me i shkarku këto mendime, jo si me i ndal. Nuk përfiton asgjë nëse i ndal mendimet. Nëse i ndal, gjithçka që ndalet mundet edhe më u nis përsëri. Pra, duke i ndal, nuk ka përfitim të ti. Çështja është, ndroje pra pyetjen si ti shkarkoj këto mendime. Pra kemi nevojë për shkarkim të mendimeve, të shkarkim të kësaj energjie të tepruar, të cilën po e mbartim në kokën tonë. Okej, sigurisht se do merrni edhe këshilla se si. Po e lëshoj muzikën se po më inspiron shumë me fol muzika. Atëherë, në jargonin e ri, apo në këtë fjalorin e ri, shumë njerëz po e quajnë edhe overthink. Besoj shumica e kuptoni, overthink do të thotë mbi mendim, të menduar të tepërt. Atëherë, çka po besoni, çka po ndikon ky mendimet e tepërta, çka po ndikojnë te ju? Kush don me u shpreh? Çfarë po ndikon të menduarit e tepërt në ty personalisht? Si ka aspekti emocional, si ka aspekti fizik. Çfarë po ndikon të menduarit e tepërt tek ti? Kush do më u shpreh? Mos më thuaj se nuk e din. Të çojnë në depresion menduarit tepërt. Okej. Më shton ankth, okej? Ngarkesë, vendime jo të mira. Edhe kjo. Lodhje, sigurisht. Çrregullim emocional, jeta, po. Çorientim total, okej. Plan pa gjumë, sigurisht. Po tjetër. Çfarë tjetër? Ja nuk pyeta se kush po i shkakton buqe, kush po i shkakton. Sigurisht se po kanë ndikim njerëzit toksik, po çka po ndikon te ti fizikisht, emocionalisht të menduarit e tepërt. Do të thonë kjo ka të bëjë vetëm brenda vetes tonë. Me vendos në një heshte duke pa disponim dhe e lodhur. Eshe, faleminderit Krishnika. Boshllëk kimete. Okej. Pa knatësi në jetë. Wow. Okej. Që orientojnë mua si person. Që orientim, sigurisht. Hajde akoma më shumë. Faleminderit që po i shtoni energji këtij lloji, vërtet po kontriboni. Mos më lani vetë. Jepni dhe ju prej anës tuaj. Humbje shijimi të jetës me energji të pastër, mungesë dashurie. Okej.
Po Adime sigurisht. E posh që e ke bu një pyetje më lartë, s'na pëlqen asgjë. Vërtet, po presion. Okej. Stresin se përmeni askush deri tash? Dikush ta anktin, po shkakton ankth, shkakton edhe stres. Okej, mirë. Tani edhe një pyetje tjetër. Unë jam terapist, më bëj pyetje më shumë, po ja që kur hyn live kemi nevojë me ndonë një uri, me ndonë vlera, sepse për ndryshe më shumë pys në seancat e mia. Qysh ndiheni kur e fajsoni vetën? Çka ju bën me ndi brenda vetës, vetë fajsimi, vetë kritika, vetë gjykimi? Qysh ndiheni kur dikush ju fajson ndoshta, apo thjesht e jep një vlerësim, gjykim për juve, kritik, dhe automatikisht ty të vije si një përgjigje e çka kam faj unë, po unë nuk të kam faj. Ose çfarë tjetër? Pse unë fajtor, domethënë, prap fajtor mbeta on, janë kësi lloj shprehjesh që pavarësisht se çfarë tjetri na jep si sugjestion, si kritik, si gjykim, si vlerësim, kisha më thonë, neve na e morim si faj. Dhe ç'u bën me u ndi ky faj? Çfarë shkakton? Çfarë pason, kisha më thonë? Më mirë, çfarë pason tek jo? Çfarë ju shkakton brenda vetes? Çka humbesni? Ku ju prek fajsimi? Interesant si kur ndohem në gjysmë dhe njëra pjesë më mbron, tjetra më fajson. Wow. Më duket si kur i keni përgatit këto. Po më befasani, faleminderit. Mos besim si kur nuk jemi aftueshëm. Okej. Emocione. Çfarë, Adelina? Çfarë lloj emocionesh? Zgjeroja edhe pak. Dëshprimi pason, sigurisht, kur e fajsoj veten e humbi vetë besimin dhe vullnetin. Nallet zë nallet, faleminderit. Nga njëherë, ka që ka njerëz toksik sa që të bëjnë mundi fajtor nga njëherë. Okej. Të bëjnë të ndihesh fajtor. Okej, unë e përmend edhe më herët ku thjesht ndoshta është një kritik, ndoshta nga herë edhe me vend, po thjesht jemi gati për me marr atë lloj këshille, kritike, atë lloj sugjerimi dhe e marrim si faj. Emocionalisht mirë dhe e dëshpëruar. Këtë probleme kam pas deri në një kohë çdo ofendimi dikujt tjetër, tjetër ndaj meje, mendojsha se unë jam fajtori non-stop duke gjyku veten pse jam kështu. Sigurisht. Okej. Ndihesh ndihesh e paaft. Hajde edhe pak, edhe po vazhdojmë me temën. Do t'jem sot i kujdesshëm edhe më ndihmoni nëse dal shumë jashtë temës, se New York do të rri brenda këtij live-it dhe do të provoj të ndoj me ju eksperiencë personale, profesionale në lidhje me të menduarit. Atëherë, kisha me thonë një pyetje e parë në një, nëse dëni ose me shkruaj dikon ose me fiksu mirë në mendje. Kur është një mendim, po e marrim një mendim të frekshëm, se s'po flasim për këto mendimet e tepërta pozitive, kur shpërtheni nga idetë. Po fokusohem mas pari tek ato që na sjellin shqetësim, që s'na bojnë thjesht me undi mirë.
Sigurisht na sillin frikë, dikush tha angst, dikush tha stres dhe okej. Muzika ndrej, po e shtyj pak. Mirë. Tash është e rëndësishme që mjashtu si pyetje vetës. A është ky mendim apo realitet? Shumë frazë shkurt. A është mendim, a është realitet? Momentin që ti ja drejton këtë pyetje mendjes tënde, automatikisht ti rrit ndërgjegjësimin te vetja. Sepse mendjes thjesht jo që ja ke ndalë mendimet, po i ke dhënë punë ndryshe mendjes tënde, i ke dhënë drejtim ndryshe, fokus ndryshe. Dhe sigurisht që mendja i ka edhe përgjigjet, edhe pozitive dhe negative. A është mendim, a është realitet? Veç imagjinoje, sa shpesh mundet me të pyet, me të dosht kjo pyetje. Mja bo mendjes tënde. Më falë, a është mendim, apo është realitet? Mendim që ka. Okej. Vetë fakti që kur ti zbulon se është mendim, e kupton që nuk ka dhe atë shumë fuqi, ja. Nuk është më i fuqishëm se ti, sepse ti u ngrite, ti arrite mendin tonë me sfidu. Ti arrite mendjes tonë me thonë me pyet. Arrite me ju kundërpërgjigj mendjes tonë. A nuk është pak kjo? Në situata kur të duhet, se nështë ata shiu, po në situata kur të duhet, a është mendim, a është realitet? Okej, po i shotash edhe ato vështirësitë e juja. E dim se është mendim, po të vjen qaqiket sa mendojsh se je vetaj mendim edhe bie energjia shumë poshtë. Në ato raste jeta edhe nuk e din. Në ato raste kur gjendesh e përfshirë në të menduar të tepër, thjesht humbet logjika. Ka marrë jetën tënde në dorë, ka marrë emocioni. Sepse atë shumë e ke ngarku vetëm me të menduar, sa që ka ndiku edhe në bazën emocionale. Dhe thjesht e ke humb kontrollin. E ke humb kontrollin e mendjes tënde. Dhe në momentin kur ti i bën pyetje, ti e fitove kontrollin. Automatikisht e fitove kontrollin me një pyetje që ja bën mendjes. Sigurisht që bëuni idhtar, gjeni pyetjet mençura që t'i bëni mendjes juaj, sepse mendjen e juaj mund ta pyetni edhe pse jam kështu, pse po më ndodh kjo, pse unë e gjët kështu, me të pyetjet me pse s'po më nalin këto mendime, pse s'po moj me nal, pse s'po shërohem, pse s'po përmirësohem, e kështu me radhë. Këtë nuk po them që jem pyetje të këqija, po në atë moment nuk shërbejnë. Në atë moment nuk shërbejnë sepse rritet kritika brenda vetes. Në ato raste, mendja jote i ka përgjigjet të cilat ty nuk të pëlqejnë. Në ato raste, përgjigjet që ti jap mendja kur ti pyet me pse, nuk kanë më të pëlqyer përgjigjet. Kjo është ideja. Ne nuk jemi emocionet tona, ne nuk jemi mendja jonë, dhe për këtë arsye, faleminderit Mirlind, për këtë arsye kur ne pyesim mendjen, ne marrim kontrollin. Dhe këtu kuptojmë se si jemi mendja. Si mi menaxhu emocionet? Sigurisht se pret edhe pak, ki durim. Okej. Sigurisht se gjithë e dini, tash teknika e dytë, atë të parën e dhash, me një pyetje tepër thjesht, nuk do jap gjona të cilat janë të vështira nështë për më uvo, po do të munduhem sa më thjeshta. Okej. Teknika, praktika e dytë sigurisht që është frymarrja. Frymarrja njerëz. Ka praktika nga më të ndryshmet. Sot po dua ta ndaj me ju një prej praktikave që vërtet nuk e kam po askund deri tash. Nuk e kam po askund. Thjesht duke qenë idhtar i praktikave të frymarrjes vazhdimsi, duke eksperimentuar me to, e kam zbulu,
e kam zbulu një teknikë e cila vërtet çka më ka pëlqy mas shumë të kjo teknikë ka qenë se mund ta bëj kudo. Mund ta bëj edhe kur jam i angazhuar në një diçka tjetër. Ja për shembull, rastin ku kam mujt me apliku ka qenë duke vozit, duke jap makinës. Çfarë është kjo teknikë? Thjesht lëshon frymën një herë komplet se çka jetë të mbaj. Lëshon dhe pastaj e merr një frymarrje të thellë nëpërmjet hundës apo nëpërmjet gojës. E mbush mushkrin, kraharorin, gjoksin si dëni ta kuptoni edhe barkun. Dhe vazhdon e mbon atë frymë sa më gjatë që mundesh. Sa më gjatë që mundesh. Mos u frigo. Mos u frigo se çfarë do thot mendja je të mbajt frymë shumë, mos po shkakton ndaj dëm brenda trupit, mos po i dëmton mushkrit gjëra të tilla, thjesht trupi ka aq inteligjencë saqë kur e shet se nuk mundet, thjesht vazhdon edhe rrjedh frymarrja ose trupi të thot lësheje se ball. Lësheje se mjaftueshëm. Nuk ka asnjë lloj rreziku. Thjesht merr frymë dhe mbaje gjatë atë sa më gjatë që mundesh brenda. Çka shërben kjo? Kjo shërben ti po merr energji brenda teje në një, ke marrë energji të re dhe ke mbush pjesën para me energji të re dhe duke pas mbush këtë pjesë të energjisë, pjesë trupit me energji, ti ke dhënë energji gjithë trupit tanë. Prej majës të kokës deri te maja kishtave. Pra, dhe gjëja tjetër është sfida. Sfida që përballesh brenda kësaj praktike. Sepse mendjes ja ke dhënë një detyrë dhe detyra është me mbajt frymën. Pra ja ke kriju një sfidë, një problem dhe mendja i përgjigjet komandave që ti ja jep. Kur ti i thu mboma frymën, ajo ta mban frymën. Nëse mendja, pra siç e thash edhe më herët, ti sjell ato rreziqet se mos po rrezikon diçka, çka është kjo çmenduri, çka është kjo praktike e re, nuk i don mendja gjërat e reja. Në asnjë aspekt jetës mendja si do gjërat e reja. Mendja do rehati, do siguri, do normalitet. Dhe duke mësu mendjen me sfida të reja, me gjona të reja, ti krijon normalitete të reja, realitete të reja. Prandaj është e nevojshme që në vazhdimsi mendjen ta sfidojmë, mendjes t'i dhom punë konkrete, t'i dhom drejtim, që e të punon të na shërben neve, sepse ajo është shërbëtorja jonë. Mendja është në shërbimin tonë. Nuk jemi ne mendja. Ajo është e jona që ne t'i japim drejtim, fokus, kudo që ne dëshirojmë të shkojmë. Mendja dëshiron destinacione dhe sa më të qarta, sikur Google Maps. Sa më të qartë destinacioni, aq më mirë ka me të shërby mendja jote. Okej? Faleminderit që po më pyesni dhe që po nxjerrni prej meje informacione të cilat shumë besoj që ju hynë punë. Edhe nëse nuk po i merrni të gjitha, këtu ka një përfitim. Po jam mësoj vetës edhe ma mirë këtu lloj mësimesh. Po ja përkujtoj, po ja mjeshtroj vetës. Dhe live-in do ta ruaj, e uroj që ta ndiqni përsëri sepse unë e di shumë sigurt që kam dhënë diçka shumë ekskluzive sot. Vazhdojmë. Po isha disa pika që i kam përgatitur sot, ma në fund kam hyrë sot ma i përgatitur, ha? Ndoshta po befasoni. Okej. Është një pyetje tjetër. Kur e vren që një mendim i përsëritur në vazhdimsi, kjo po besoj që është një dukuri goxha e shqume, ka ndodhur edhe te unë dhe nuk do të thotë që nuk do të ndodhë përsëri. Pra, kur e vren se një mendim i përsëritur po ta shurllon veshin në një farë mënyrë, çfarë mund të bëjnë këtë situatë? Çfarë mund të bëj unë? Thjesht
per rrit për përgjithësinë të vetja, çfarë mund të bëj? Çfarë mund të bëj? E çfarë mund të bësh ko mjaftueshëm? Ki mjaftueshëm informacionet që ke marrë, edhe nga rrjetet sociale, edhe nga të lexuarit, edhe nga njerëzit e afërt. Ki mjaftueshëm këshilla, praktika, metoda. Dhe kur ti ja bën këtë pyetje mendjes, çfarë mund të bëj në këtë situatë? Çfarë mund të bëj që të ndihem më mirë? Mendja ti ja përgjigjet sepse i ka marrë informacionet në vazhdimsi. E pa dhe dëshmja i ka marrë. Dhe aty para aty të kujtohet diçka e bukur, ta aplikosh një teknik specifike për ta tejkaluar situatën. Okej? Pra vetëm me një pyetje e drejton energjinë tonë, me një kohë tjetër e ndryshon fokusin. Okej? Dikush kish me thonë, po nuk është e lehtë, është e vështirë në ato çaste. Okej. Zgjedhet vështirën. Zgjedhet vështirën, sepse një ditë do të bëhet e lehtë. Një ditë do të bëhet e lehtë. Ti përgatitu për të ardhmen sepse e ardhmja është e pasigurt. Dhe gjëra tilla mund të ndodhin përsëri. Pra përgatitë veten që kur të vjen herën e radhës, le të jetë më e lehtë për mua. E kuptoj se tani nështë është hera e parë, hera e dytë, e tretë që po e aplikon, po duket vështirë. Thuj vetës, po e zgjedhit vështirën për ta pas më lehtë në të ardhmen. Qartë? Okej, pi pak ujë. Si me i menaxhu emocionet. Okej, edhe këtu do t'ju jap një teknikë, kam marrë shumë mesazhe, ma bëni halal, ju kërkoj ndjes nëse s'ka me mujt gjitha me i lexu apo me i po. Tash, si që i ka dhe më herët, të menduarit e tepër të sigurisht se shkakton emocionet saktuara. Frikë, pasiguri, stres, angst, zhgënjim, çka tjetër, zhvlerësim, mungesë shpresës, domethënë i prek edhe vlerat, edhe emocionet. Dhe një teknikë e mirë që këto ditë më ka bërë shumë përshtypje, nuk është se kam dëgju edhe më përpara, po sot jo, po këto ditë po ta rastin me pa përsëri dhe thash wow. Më në fund e gjeta. E kam gjetë te libri Fuqia, Rondra Byrne. Thotë kështu. Zgjedhi dy ngjyra që i preferon. Sugjeroj që ti zgjedhësh ngjyra që janë më të zakonshme, më të zakonshme edhe më të harreshme. Iki ngjyrës zezë. E di se pëlqeni shumë njerëz, po diçysh kur do t'ja u tregoj rëndësinë e këtij ushtrimi, ndoshta ngjyra e zezë, ka me thonë secili, gabova që e zgjedha zezën. Atëherë, zgjedhi dy ngjyra të cilat i preferon, tuat preferume, mund t'jetë e bardhë, mund t'jetë e kuqe, që unë këto për i zgjedhi të vetja. Mund t'jetë jeshil, e gjelbër, si që të një të quni, blu apo e kaltërt, ngjyrë lejla, ngjyrë e kaft, e kështu me radhë. Pra, momenti që i zgjedh dy ngjyra, atëherë mendo për dy emocione, të cilat kishe dashur për ditëshmërinë tonë me i përjetu ma shpesh. Dy emocione pozitive, sigurisht, se negative të s'pejdon kërkush. S'po shiten. Kështu që dy emocione pozitive të cilat dëshiron me i përjetu në përditshmërinë tonë ma shpesh. Atëherë, po besoj i ke zgjedhë dy ngjyra dhe po besoj i ke zgjedhë dy emocione. Shembull konkret, nëse dëshiron me përjetu paqe mrena vetës, një emocion, dhe në dy më uni ma i gëzushëm mrena ditës, po e marrë si shembull, gëzim dhe paqe. Atëherë, lidhe njën në ngjyrë, unë këtë rast po e lidhi ngjyrën e bardhë me paqen, dhe ngjyrën e kuqe po e lidhi me gëzimin. Besojmë keni ndjek deri këtu? Apo? Pra, dy ngjyra që i ke zgjedhë dhe dy emocione. Bëje lidhjen e këtyre emocioneve me dy ngjyra që i ke zgjedhë, cilën me cilën. Dhe
sfida apo detyra që doni ta quani, nëse doni me apliku, nëse vërtet vendosni me apliku, se gati sini kur me apliku, heqeni shprehjen gati. Sfida është kjo. Sa herë që shihni, këtë rast në ngjyrën e kuqe, unë zgjedh kuqen. Sa herë që shihni të kuqen, të mendoni për gëzimin brenda vetes, të mendoni për atë emocion, për atë ndjenjë. Dhe sa herë që shihni të bardhën, të mendoni për paqen brenda vetes. Këto dy ngjyra që i zgjedha unë i shohim vazhdimsi, kuq, bardh, ka kudo. Kërkojeni në vazhdimsi, sepse ne thjesht duam që në vazhdimsi të jetojmë të lumtur, të gëzuar. Po, kemi nevojë me bo një lidhje. Okej, kjo ngjyrë ma simbolizon, bëj një simbolik për veten. Kjo ngjyrë simbolizon për mu gëzimin, kjo ngjyrë simbolizon për mu paqen. Unë e bona se praktik me dy ngjyra mund të bëni edhe ma shumë, kërkush s'ja ndalën. Ma shumë ngjyra, veç arrini me i majt mend ngjyrat me emocionet. Bëjeni një lidhje kësaj, sepse kjo në psikologji quhet ankorim, diçka me diçka, një lidhje, një asociem i diçkaje me diçka, që e lidh dhe kësaj do t'jeni shumë më të prirë që ato lloj emocionesh me i përjetu më shpesh pranë përditshmërisë juaj dhe më ja kujtu me andjes juaj që e kuqja është për gëzim, këtë rast për mua, dhe e bardha është për paqe brenda vetes. Këto dy ngjyra i takoni i shihni në vazhdimsi brenda vetes. Nëse nuk i shihni, kërkoni në Google Images, white color, red color. Dhe thjesht shikoni për disa çaste dhe ndjeni gëzimin brenda vetes. Qartë? S'kam lëviz, nuk di a keni shkrujt sa i përket kësaj praktike, sa shumë ju pëlqeu, nga 1 deri në 10, jepeni një vlerësim. Sa shumë kam ju kry punë. Okej. E bardhë dhe kuqe, pas ke zgjedh njëjtën, Valentina, faleminderit. Bardhë ngjyrë qielli, bukur, Leila Gjelbert, dhe e katërt. E kuqe dhe e zezë. Okej. A të shërbejnë ngjyra e zezë buqe? Lume më falë, nëse s'ka shërby, zave nësëje. Kush të ndalan? Bardhë dhe kaftë. Okej. Kuq, bardhë. 10, faleminderit shumë që po e vlerësani. Okej. Praktike e bukur. Dikush më ka pyet këtu edhe jashtë kësaj. Drita e qirit, po Mirlinda e di, me qëllim e kom dhezë, edhe po më duket e pas ka një efekt shumë të mirë. Me apliku edhe herave tjera, po ma jep një energji shumë të mirë, qiri. Qirio. Okej? Cila teknik deri tash ju duk ma e dobishmja? Atëherë ishin dy pyetje që i dhash si praktik, me abo mendjes juaj. Pastaj ishte praktika me frymarrje, për me mbajt frymën gjatë, besoj e keni mbajt mend, sa më gjatë që mundeni, dhe mos harroni veç diçka një detaj të vogël këtu. Mos pritni me funksionu me të parën. Jo, dhe me thonë Arthoni ma dha një praktik këtë. Jo. Aplikojni 5 herë, 10 herë, dhe me thonë, deri sa ju të krijoni besim. E bukur është që krijoni besim me këto lloj praktikash. Me njëherë nuk funksionon. Ndoshta, po supozoj që mund të mos funksionoj. Po japni pak kohë vetës, aplikojeni ma gjatë. Sepse ta keni me dije që edhe gjendja
e keqja apo si ta gjendja e dhimbja, pra nuk fillon aty për aty. Ajo ka nis dikun dhe gradualisht ka shku duke u rrit dhe derisa individi ka një simptomat matrona fizike mrana vetës. Apo edhe të menduarit, apo edhe stresi edhe ankthi. Nuk fillon aty për aty aq në qast. Pra, i duhet kohë edhe një ndjenje negative derisa të ketë rezultat të ju apo ndikim. Kështu që edhe aspekti pozitiv, i duhet pak kohë. Keni durim, aplikojeni derisa ta formani si besim, derisa të besoni vetë. Prej meje merreni vetëm si kisha me thonë, si këshill ose si informacion dhe besimin lidheni vetë me ta. E si e formoni besimin? Duke përsërit. Vazhdimsi e kom thonë, duke përsërit gjëra, formojnë besim të një diçka të caktuar. Duke përsërit. Dhe përsëritja, si që thash, e shkakton një besim të ju, pason besimi pra të një praktike të caktuar, dhe besimi sigurisht që e shkakton emocionin, apo pason emocioni të caktuar, masit lidheni me besim të një diçka të caktuar. Okej? Pyetje. A kemi pyetje deri tash? Po besoj që a ishte pyetja, më fal, cila praktik ju duk ma e dobishmja? Kjo me ngjyrat, me ngjyrat dhe me emocionet, me frymarrjen apo me pyetjet? Cila ty të duk, se cilin dhe përshtypjen e vet. Deresht. Përsëritja nona e kujtesës dhe bëhet shprehi. Sigurisht, ne nëse kishim mujt me çujt çka jemi ne jemi shprehit tona. Secili kemi shprehit, edhe unë kam shprehi, secili ka shprehi. Kemi bindje, kemi besime. Nësa mendime nuk jemi, se mendimet janë 72.000 mendime kemi në ditë, e ka zvullu shkenca. Dhe gjithashtu, si që kam shfaqat videon e famshme që është shpërnda shumë, nëse nuk e keni pa shikojeni, vetëm 90 sekunda zgjat një emocion i caktuar, vetëm 90 sekunda zgjat nëse nuk i jepni mendime, nëse nuk e ushqeni me mendime, është fjala. Vetëm 90 sekunda. Dhe ne nuk jemi pra as emocionet tona, sepse ato janë 90 sekunda afat gjatë, ose afat shkurta. Pra, ma shumë jemi bindjet, shprehit, varësit tona. Ma shumë karakterizohemi me to. Nuk isha prej fillimit, okej, do kesh mundësi me po live-in, sepse ora i shumë që të truhet, ha? S'po guxoj me dhëmë premtim 100%. Okej. Ndërkohë po isha edhe i herë këto pikat. Mirë. Okej. Kush dëshiron ju përgjigj një pyetjes? Kur mendoni, çfarë mendoni? Kur mendoni, çfarë mendoni? Kur ju mendoni, është fjala, jo ato mendimet që ju vinë, ato automatiket, ato mendimet pa kontrolluara, po kur ju mendoni. Hajde rreth vetës, se e bona shumë përgjigjume. Kur ju mendoni rreth vetës, kur janë mendime të qëllimshme, çfarë mendoni? Jepeni përgjigje. Nuk gabon. Çfarë do të jetë? Gjithçka. Nuk është e mundur që të mendosh gjithçka. Rreth vetës. Çfarë mendoni rreth vetës? Një prej mendimeve. Ose dy, ose tri. Valan, përshëndetje Valan, gëzohem që je këtu. Atëherë,
Faleminderit që ma kujtove se gati me harru. Valan. E thash qysh në fillim, sepse më duket se ke hy ma vonë, Valan. Ndroje këtë pyetje se si me ndalë mendimet, sepse nuk ka benefite për kësaj pune. Nuk ka benefite. Unë mundem me të ndihmu me ndalë mendimet, thjesht me ndrru fokus. Sigurisht. Dhe ajo praktika e parë që e dhash ishte ndryshimi i fokusit. Po tani do t'jap diçka shumë të vlefshme, shumë profitabile sa i përket shkarkimit të asaj energjie. Shkarkimit të asaj energjie. E këto besoj se gjithë e dini, këtë praktike dini gati se gjithë, dhe thjesht do t'ja përkujtoj dhe do t'ja shtoj rëndësinë, me fjalët e mia, rëndësinë e madhe që ka kjo lloj praktike. Ndërsa si praktike dini të gjithë. Pra, mundeni, siç e ka bë pyetjen Valoni, si me ndal. Me ndal mendimet, thjesht qeni me një pyetje ta ndali mendimin. Cili është mendimi yt i radhës? Dhe dalet mendja. Ajo mendja automatike ndalet, thjesht nxitet mendja që të mendoj diçka qëllimshëm. E jepni mendim të qëllimshëm, disa qaste thjesht e kini farë kontrolli, po kjo nuk do të thotë që mendja s'ka me fillu prapë me të sjell mendime. Me të sjell mendime të tepruara. Dhe tash çështja pra është, siç e thash Valon, ndroje këtë pyetje sepse nuk është qëllimi ky me ndal për disa qaste mendimet. Sepse ti nuk jeton për disa qaste. Nëse kisi qëllim to, me jetu për pak kohë, për pak qaste më një mirë. Këto mundesh me arrit nga format më të ndryshme, të shqetësojnë, të shpërqendrojnë njerëzit, të merr dikush telefon, ka dikush ndaj problem, dëgjon ai muzikë, çosh kërcen, bën një dush, bën praktika me frymarrje, gjitha janë të mira këto, gjitha i shërbejnë ndrimit fokusit për një kohë afatshkurt. Të gjitha. Dhe janë të nevojshme her pas here edhe me i bo, sigurisht. Sepse teknikën që do ta jap, ndoshta nuk e ke të mundshme ta bësh kudo. Sigurisht. Ndoshta nuk është e mundshme ta bësh kudo. Do të gjesh një vend më të qetë, distancosh pak prej njerëzve, ta gjesh një farë qetësie tënden, ndoshta të shosh pak muzikë relaksuese, i ul pak dritat edhe je vetë me veten tënde dhe me një fletore para vetës, kisha sugjeru fletore, po nëse se ketë mundshme fletoren, atëherë përdore edhe telefonin, hape një notes, se cili keni notes, Samsung apo iPhone, dhe e thash të gjithë e dini këta. Unë e thash të gjithë e dini, tisht po ja u përkujtaj. Fillo dhe shkruaj çfarë do që po të vjen në përmendje. Çfarë do? Mos zgjidh radhë, mos zgjidh pikë, presjet, mloja, vogla, krye rresht, thojza, bla bla. Lejoj gishtat e tu nëse shkru telefon, apo dorën tënde gjatë, apo të majtë. Leje të lirë dhe le të shkruaj. Edhe nëse bëj gabime në shkrim, leje dorën që të shkruaj sa më shpejt. Do ta vresh se sa shpejt është, domethënë, çfarë shpejtësie ka mendja në ato çaste, dhe do të nxitesh edhe të shkruash më shpejt se kur më parë. To të garantoj. Pra shkrimi, njerëz, shkrimi. Praktika e shkrimit ndihmon jashtëzakonisht shumë me shkarku mendimet. Mendimet si energji me i bo vepër. Me i bo vepër tonë. Nuk po të thëmë që ato shkrime të çmendura që i ka mendja jote, ato mendime të çrregulluara si zhvinë ashtu. Mos shiko me shkryt me gramatik bukur, po thjesht lejoja vetës që thjesht lapsi apo gishtat le ta kenë atë lirinë e vet. Shkruaj.
shkruaj. Mund të vizatosh, nëse e ke edhe nëse shkruan letër, edhe vizata, nëse s'ke fjalë vizata. Mrekulli e vërtet mrekulli, për këtë arsye po du thjesht t'ja dha vlerën kësaj lloj praktike aq të madhe që ta fusni për dërin, ta aplikani. Vërtet, unë vetë jam fascinu shumë shpesh se sa shpejt kam ndiku në të menduarit tepër. Sa shpesh kam ndiku në menduarit tepër, si për pozitiv, si për negativ. Sigurisht, sepse ta keni me dije që shumë shpesh e mendoj me hy live. Po rrethona nga më të ndryshmet. Koha, dita, mramje, mëngjesi, atë hy tash, atë alo ma vonë, angazhime, termine, dhe thjesht nuk po m'jepet mundësia me hy çdo herë kur kam dëshirë me hy live. Dhe arsyeja pse dëshiroj me hy shpesh live dhe mendo me juve dhe me ja vetë mësu vetës, sepse kam nevojë me shkarku atë energji. Kam ide shumë në përkohë, kam mjaftueshëm njohuri që dua edhe t'ja bëj vepër vetës, edhe le t'i merr dikush ato informacione se i krym punë për ditëshmërinë e vet. Dhe kur nuk e kam të mundshme me hy live, shkruaj. Ose në telefon, ose kur kam fletore afër, shkruaj në fletore. Marra mend se çfarë del. Ti nuk e di se çfarë del. Atë shumë energji shkarkohet nga mendja jote sa që nuk mundesh as me imagjinu. Nëse ka mendime negative, mendimet që kur i shkruan nuk dëshiron me t'i paskush, pasi t'i shkruash, shqyej, hodhe, jep ju flak, gjojnë toalet, ku t'duash. Je zhduki, nëse s'do me i lexu mo, nëse nuk dëshiron me i pa mo asnjëherë, zhduki. Këto si që këtë fundit që e dhash, zakonisht psikologët nuk e japin. E di se psikologët e kanë si praktik shkrimin, po çka më ka befasu mas shumti që klientit i thojnë merri çaj në shtëpi. Këto shkrime që i ke bë. Po ato janë energji, njerëz. Ta keni me dije që janë energji e shkarkuar, e kur është energji negative vërtet nuk ju duhet. Sepse një ditë bukur, duke kërku ndoshta ndonjë qelës, duke kërku ndonjë çka tjetër, thjesht e gjen atë letër, jenë në disponimin më të mirë, gëzimin më të madh dhe pej kurreshjes çka është kjo, hajt hyta lexoj, çysh kam qenë, çka kam qenë, u përfshive në të kaluamën tonë. Dhe nëse nuk e ki mjaftueshëm veten në kontroll, thjesht nuk bën më mirë. E prishe vetë me vetdije disponimin ta. Shkrimi dhe leximi pastron mendimet. Sigurisht, kur kemi mendime të tepërta nuk mundemi të lexojmë. Talime. Sepse kemi energji të mjaftueshme që mas pari duhet pastrim dhe pastaj ja lejojmë, domethënë e kemi mendjen pak më të lirë që edhe ato që lexojmë të arrijmë të kujtojmë diçka prej tyre, dhe jo vetëm tish që ti si syt në përreshta dhe mendin ke diku tjetër. E ke qartë? Okej, nuk dija sa është ora, mashallah, ka shku në 9:50. Bukur. Njerëz, unë kam shumë për me dhonë, po nuk dua të teproj. Sa i përket kësaj çka kam përgatit për sot, unë e vash, dhe tani do të mundohem që thjesht edhe pak pyetje më ju përgjigj juve dhe për sot mjafton. Faleminderit që keni shkru. Okej, po shikoj mos ka diçka në pyetje më specifike. Diçka për më vonë. Au, buçe.
pikërisht, po sepse, shikoni, satës që e vlerësoj vetëm për vetbesim të lartë, her pas here lkundet edhe vetbesimi jam. Dhe diçka që kam vrejt edhe unë buqe te vetja ime, është sepse kur nuk po i bëj gjërat që vërtet me dëshirë më të madhe kisha dashur me i bë, po më lkundet vetbesimi. Po e pranoj shumë sinqerisht publikisht. Po lkundet, sepse e shtyn për ma vonë, hajt nesër, hajt nështë apo hy bashk me mirëlindën, atë hy bashk, apo hy vetë, dhe thjesht shkon një farë zvarritje dhe sigurisht ndikon vetbesim. Pra po ndikon kjo te unë dhe sigurisht na ndikon shtyrja, zvarritja, na ndikon në vetvlerësim edhe në vetbesim. Faleminderit që ma thonë ndërma. Okej. Kove pipa kuj. Shqyë letrën dhe hudhe ashtu siç i hudhe ato mendime. Pra, Valon i Lazi besoj e kape tani, shkarkimi ndodh me shkrim. Ka praktika dhe tjera, po për sot besoj goxha mjaftueshme kjo. Unë mendoj se si të realizoj shpejt dhe lehtë një synim që kam për të realizuar, pasi e di potencialin tim dhe e meritoj. Faleminderit që lista që ndove këto me mua. Mendoj edhe për të kaluar shpesh ku kam mujt me vepru më mirë në dhe situata edhe bëhem nervoz. Okej. Kjo qënë vetë fajsim, sigurisht. Ta keni me dije se ne, nëse jetu më djek, 90-19. Bëja qartë vetës. Edhe ti, edhe unë, edhe secili njeri, gjithmonë e bojnë më të mirën e mundshme në ato momente. Kjo nuk do të thotë që ti nuk din më mirë, që ti nuk ke vlera më shumë, që ti nuk që ti e pa mjaftueshme, që ti si beso vetës, që ti si e bukur, që ti si s'ki karrierë të mirë, që si e nane mirë, që si e motere mirë, vllai mirë, babi mirë, fëmijë mirë. Thjesht çdo herë e boj më të mirën e mundshme. Çdo herë më të mirën e mundshme. Ashtu që ndihemi na dhe edhe reagojmë. Pra, nuk ke bo asnjë gabim kurrë në jetën tonë. Çdo herë ke reagu ashtu siç e ndi, ke vlerësu një situatë ashtu siç e ka po ai realiteti jot e atij momenti, dhe ç'është më e bukura, ke marrë një përvojë nga ajo situatë, që herën tjetër të reagosh pak më mirë. Herën tjetër të reagosh më mirë. Mos i thuj vetës herën tjetër mos me gabu, se s'ke gabu, thjesht ke reagu ashtu siç e ndi. Ashtu siç e ndi. A nuk po të bën përshtypje që kjo, që ti kuptosh edhe tjerë njerëz kur sillen me ty në një mënyrë të vrash, sido, që thjesht është reagimi i çastit, i momentit, reagim emocional. Apo është e nevojshme që këta njerëz do të më i falë, sepse nuk janë të vetëdijshëm, nuk janë vetëdijen më të lartë për me reagu asisoj. Kur e ki vetëdijen e lartë, në disa momente, kur nuk je pishman, kur nuk fajso vetën që ke gabu, sepse vetëdija ka qenë e lartë. Je shumë i sigurt se çka ke thonë, e din qëllimin sepse e ke thonë. Ose pse ke vepruar asaj. E din atë qëllimin e fshehtë, e din qëllimin përfundimtar. Po kur veproj me emocion, na nuk e dim edhe qëllimin. Çka është? Çka është qëllimi i atij reagimi? Prandaj nimi në faj sepse s'ka qenë diçka e qëllimshme. Besoj e ke kop. Edhe nëse se ke kop, unë ja kom shpjegu mirë vetës. Faleminderit. Unë mendoj se
Unë mendoj ose më vinë mendimet. Unë mendoj ose më vinë mendimet dhe pranoj, nuk i luftoj. E bukur. Nuk ka nevojë për luftë. Nuk ka nevojë për luftë. Ti luftosh mendimet. Si që më thonë, po në me gjitha të shprejen. Rezistenca si edhe rezistencë, diçka që shtyna e vjen drejt teje. Dhe më thonë, sa më shumë që e lufton, ti çon energji në trupin tanë, në emocionet e tua. Dhe a energji të kthehet. Ti përçon energji. Çfarë do që jep merr? Luftë, i shpall luftë emocioneve, mendimeve tua, ato të shpallin luftë ty. Është ligj universal. Okej. Edhe pak minuta. Mendoj që gati ja dola. Mendon? Vazhdo të mendosh. Vazhdimsi. Kësaj. Përsërit e këtë mendim dhe shumë shpejt të ta kthesh besim. Qas janë të vërteta që tu i mendoj. Ki kuriozitet të zbulosh, të eksplorosh. Mos harroni se ka edhe kuriozitet. Njerëzit që e shquajnë veten për overthink, për të menduarit tepërt, ju rritet kurioziteti shumë lart. Pra, një ditë ky overthink, këto mendime tepërta, do të gjesh zgjidhje për to, sigurisht. Ose do ta gjesh vet, ose do të ndihmoj dikush me metoda, siç janë hipnoza, ose me praktika nga më të ndryshmet, edhe praktika me frymëmarrje për lirimin e traumave, sigurisht, sepse edhe ato janë disa prej shkaqeve se nuk vijnë kot mendimet e tepërta. Okej. Do të ndihmoj një terapist të ndryshosh interpretim. Sepse interpretimi është ai i cili e shkakton atë stresin nga të menduarit e tepërt. Pra interpretimi që ja jep, si dhe kuptimin. Supozimet gjithashtu. Kur përballeni me mendime tepërta negative, mendja ju i supozon shumë. Ka shumë supozime. Ka shumë perceptime që i thojnë tash, perceptim do të thotë kuptim që jep. Falni veç pak. Jo që s'është tingulli mirë, po s'po shkon me ritmin tem. Ja ndrova pak ritmin. Pra ka kuptimin që japin. Perceptimi, thot psikologjia apo gjuha amtare. Kuptimin që jep situatës. Çfarë do të thotë me ia dhon kuptimin situatës? Thjesht dikush që ka frikë, dikush që ndjen frikë prej fluturimit pa aeroplanit, ndoshta asnjëherë në jetën e vet s'ka fluturuar me aeroplan. Dhe duke qëndruar, po mundona me duke qëndruar në shtëpi, me antar familjes, sigurt, percepton se çka do të ndodhë në aeroplan. Ndoshta fluturimin e ka mas një jave, apo mas një muji, apo thjesht e mendon që të fluturoj me aeroplan, dhe nisi mendon se sa keq është me fluturu, sa rrezik është me fluturu. Çfarë po duhet? Dhe këtu hyn puna ajo pyetja, a është mendim, a është realitet? Pa dashje, mendja jote përfshihet nga kurioziteti tepër i madh, përfshihet në atë lloj situate dhe ti thjesht, më fal që po drejtona me ti, fillon me besu sikur ti je duke fluturu. Fillon duke kriju një realitet të paqen. Po mirë, momentin që ti e identifikon se është thjesht mendim,
Leja vetës që kur të shkosh në aeroplan, t'ja vërtetosh vetës se është vërtet frikë e madhe kjo që ti po mendon. Okej. Kur të shkoj atje, kur të hypi atje në aeroplan, kur të niset aeroplani, kur ngjitet lart, atëherë tash a do të shqetësohem apo jo? Nuk është koha tani. Nuk është koha tani. Që unë të shqetësohem për një diçka që do të ndodhë në të ardhmen. Eshe? Nuk e hodha rastësisht se dikush përballet me kësi lloj mendimesh. Dikush përballet. Okej. Si bonus, këto nuk e kam të përgatitur, po du mi u dhon një praktik e uroj ta kap një shpejt. A ka këtu prej jush që mezi i merr gjumi? Ti është rrotullohen në për shtrat derisa ti merr gjumin, ndoshta 1 orë, 2 orë, apo detyrohen me ndez një televizor që thjesht me qetësu mendjen edhe dikur me e zonë gjumë, me flet në televizor dhez, siç kam fletën me vite në një, apo me telefon në dorë. Kush është? Çaj dorë? A je gati me marrë një teknik? Gati nuk je, po do ta jap një teknikë ti zgjedh atë me praktiku sa da ja. Hajde të shoh sa ka. Faleminderit. Buqe 1, 2, 3, 5 dhe i tash i posh. Okej, a ka tjerë? Shë, telefon, po sigurisht. E kam dëgju shpesh të kohë një shpreje me hup menjen. Me hup menjen. Me i lodh syt. E kam dëgju këtë shpreje. Me i lodh syt se me marrë gjumi ma letë. Ndodhë. Okej, s'ka me dhonë teknikën, pa më tregu kur ki me apliku këtë teknikë. Kur ki me apliku këtë teknikë. Libër shumë e mirë. Libri, wow. Po jes do ta jap librin. Është një teknikë se, shika, Alime nuk lexojnë që tham, ju thonë mene një libër është, mene një libër për me fjetë gjumë, thot, ja futi kontaktoni tash. Nuk është që s'funksionon, po a e besojnë vërtet ajo? Kur do ta aplikoni këtë teknikë që kam e dhënë tash? Mas pari siguronum që keni me përdorë. Sonte. Wow. A ka dikur që kam e përdorë nesër? A kejtë sonte? Okej. Shkojmë. 5, 4, 3, 2, 1. Mos u friksoni. I drejtoni syt në drejtim të vetullave. Unë speshot tash vetën, më sheni jo mua atje. Shikoni vetullat. Merrni frymë ka dalë. Mos e bani tani se ju merr gjumi. Ju merr gjumi shpejt, po thjesht shikojeni praktikën. I mbani syt lart duke i shiku vetullat. Sa më gjatë që mundeni. Dhe sa më shumë derisa vërtet të shihni qimet e vetullave t'juja, dhe sa më gjatë që mundeni. Forcojeni durimin. Derisa ta shihni që atë shumë që lodhet syri duke i mbajt në një drejtim lodhet shumë. Dhe me qetësi, mas një 30 sekonda, 50 sekonda, apo 1 minut nëse ja keni arrit me i majt, ju lumë, dikush në 72, pe i kurreshtës shumë të madhe, prej frikës se nuk ka me funksionu, dhe ve lehtësi, mbyll një syt, dhe lejoja thjesht vetës, që mrena 2-3 minutave do të flesh shumë thellë.